Mund të na thoni në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit, cila janë aktivitetet që ju keni ndërmarrë si muftini? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht faleminderit për mundësinë që na jepni për të paraqitur nëpërmjet valëve të ekranit dhe të mediumit tuaj. Normalisht afrohet muaji i shenjtë i Ramazanit, një muaj i veçantë, një muaj shumë i rëndësishëm për besimtarët musliman, dhe normalisht ne si institucion kemi dhe kemi marrë masat para përgatitore për ta mirëpritur këtë muaj dhe programin se si ta realizojmë më mirë, duke qenë më afër besimtarëve, duke e përmbushur këtë hapësirë me aktivitete fetare. Ne si muftini do të thotë paraprakisht kemi organizuar një takim me të gjithë imamët e muftinisë së Kërçovës, ku aty kemi diskutuar shumë tema, kemi diskutuar programin se si do të realizojmë muajin e shenjtë Ramazanit. Fillimisht do të thotë të gjithë xhamitë e territorit muftinisë Kërçovës kanë kuadrët e tyre, kanë imamët e tyre, të cilët gjithsesi në bashkëpunim me këshillat e xhamive kanë ndërmarrë të gjithë ato masat parapërgatitore. Ne do të thotë diskutuam në lidhje me orarin e faljeve të namazit Taravis, që bashkarisht konkluduam që është një mundësi e mirë që u jepet xhamatit tonë, po edhe imamëve, duke u dhënë hapësirë pas namazit të akşamit deri në namazin e yatsis, për të patur një hapësirë kështu të konsiderueshme, një dhe e dyta edhe xhamati jonë të dinë sakt një orar se kur do të falet do të thotë namazi Taravis në të gjithë xhamitë e territorit muftinisë Kërçovës. Besojmë që kjo do të jetë lehtësim për ta. Në aspektin tjetër, ora kur u caktohet? 7:30. 7:30 do të jetë gjithë Ramazanin. Gjithë Ramazanin do të jetë falja e namazit Taravis në të gjithë territorin e muftinisë Kërçovës. Po, në aspektat imamëve keni kompletuar gjithë xhamit? Po, do të thotë të gjithë xhamit, sidomos ato të fshatrave të mëdha, domethënë do kenë të gjithë imam. Kemi edhe praktikantë të cilët do të jenë në disa xhami medresant për të shërbyer do të thotë imamit të xhamisë, për të lehtësuar punën e tij, po njëkohësisht edhe për të përfituar në përvojën e nxënësit. Në mufti, çfarë aktivitetesh keni parapa për muajin e shenjtë Ramazanit? A keni diçka të parapa si muftini që të organizoni? Po normalisht muaji i shenjtë Ramazanit i ka disa ditë veçanta. Ne kemi vendosur, do të thotë këtu si çdo herë, natën e Kadrit, që është një natë e veçantë që ne realizojmë tradicionalisht edhe kësaj radhe do të realizohet. Do të kemi iftare të përbashkëta me xhamatet tona në xhamit tona. Do të kemi një iftar të përbashkët me imamët tonë dhe këshillat e xhamive, dhe normalisht jemi duke përgatitur një sër ligjëratash nga imamët tonë, të cilët do të transmetohen në prag të iftarit. Do të thonë aktivitetet që i keni parapa. A kur fillon muaji i shenjtë Ramazanit? Kur është dita e parë? Muaji i shenjtë i Ramazanit fillon më 19 shkurt, do të thotë është dita e parë e këtij muaji, dhe nëse më lejohet unë të shfrytëzoj rastin që nga valët e televizionit tuaj të gjithë besimtarëve musliman, vëllezër e motra të vendit po edhe më gjerë, që uroj këtë muaj të begat, me dëshirë dhe lutje që Allahu t'u jap shëndet, t'u jap begati, t'u jap mirësi,
që të hyjnë në këtë muaj, të përfitojnë nga mirësitë e këtij muaji dhe të dalin nga ky muaj dhe Zoti të jetë i kënaqur me të gjithë ne. I pyetje tjetër që desha ta bëj në lidhje me organizimin, se ne do të bëjmë një emision tjetër rreth vlerës së muajit të Ramazanit, është ajo se sa e keni parapara edhe organizimin e gjinisë femrore, apo gjinin femrore, ligjërata, konsultime, kështu me radhë. Po, në kuadër, ju vetëm e dini që në kuadër të muftinisë së Kërçovës është edhe sektori i gjinisë femrore, nga do të thotë Hoxhica Çanie Aliu, edhe ajo do të thotë ka parapara ligjërata në disa xhami të territorit muftinisë Kërçovës. Do të thonë nuk e keni ndonjësh edhe. Absolutisht. Do të thonë që dhe konsultime shtesë nëse duan, gjithsesi me siguri është në disponim. Patjetër, po. Mefti faleminderit për këto informacione që thatë rreth fillimit të muajit dhe organizimit të juaj si muftini për muajin e Ramazanit. Faleminderit edhe juve për vizitën. Faleminderit shumë.